ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah në madhreshëm e falenderojmë, prej tij ndihmë falje o zëm kërkojmë, dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allah dhe se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i tij. Dërëm vllazën, jemi në ligjëratën e 19 me radhë në komentimin e surës El-Kehf, ku kemi arritë ajeti i 51 i kësaj sure. Në ajetin paraprak që kemi shpjeguar në ligjëratën e kaluar, kemi thënë që Allah i madhreshëm na tregon piknisjen e armiqësisë së njeriut me shejtanin. Dhe kemi thënë që shejtani është armik i hapur i njeriut dhe i përbetuar, i cili përpiqet përgjatë tërë jetës së tij, prej momentit të lindjes së njeriut e deri në momentet e vdekjes, që ta devijoj njeriu nga rruga e drejtë, ku për këtë gjë edhe është betuar para Allahut të madhreshëm, duke thënë se do t'i shkatërroj dhe do t'i largoj dhe do të devijoj të gjithë ata njerëz të cilët janë të udhëzuar përveç atyre të cilët janë të sinqertë. Prandaj Allah i madhreshëm pasi që na tregoi armiqësinë që e kemi ndaj shejtanit, na tha çysh po e merrni kët për mik. Po ju tregoj që këta e keni armik me njeriu e parë. Kjo armiqësi ka fillu dhe qysh jo më shumë po e respektoni shejtanin se sa mu. Qysh jo më shumë po e doni shejtanin se sa mu. Pra praktikisht, edhe pse ne me gojë e themi të kundërtën, pra e mallkojmë shejtanin, nuk e dojmë, mirë po praktikisht në qoftë se i shikojmë veprat tona, del që ne më shumë jemi duke ndëgjuar, duke respektuar dhe duke dashur shejtanin se sa Allahun e madhreshëm, Allah na ruaj. Në ajetin e 51 që kemi mbetur, ku do ta shpjegojmë sot, pra Allah po na tregon një argument që ky shejtan nuk meriton më morë për ndihmëtar, nuk meriton më morë për ndihmës, për respektues e kështu me radhë. Edhe pse njerëzit e morën dhe adhurojnë atë dhe ndëgjojnë. Çfarë po thot Allah? Ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Thot ju që po i merrni shejtanin dhe parinë e tij dhe pasardhësit e tij për zota, e po i respektoni, e po i ndëgjoni, e po i doni, atëherë thojnë këto nuk kanë prezantu, nuk kanë qenë dëshmitar dhe prezantues atëherë kur e kemi kriju tokën dhe qiellin. Që do të thotë, pra Allahu është i veçuar, pra i veçuar në njëshmëri. Vetëm Allahu ka qenë prezent kur e ka kriju tokën dhe qiellin. Pra Allahu është ai i cili e ka nis universin, e ka kriju atë. Askush nuk ka qenë prezent. E çysh ju po e ndëgjoni këto më shumë se sa Allahun? Pra vetëm Allahu është merituar për mu adhuru, për mu ndëgju, për mu dash, dhe më thonë pa kushte dhe jetë të tjera. Prandaj Allahu po thot, këto që ju po ngani më shumë se sa mu, nuk kanë qenë prezent kur unë i kam kriju tokën dhe qiellin. Wala khalqa anfusihim, por nuk kanë qenë prezent as kur i kam kriju ato vetë. E çysh ato po ngani më shumë se sa mu. Pra Allahu po thot, këta as nuk kanë qenë prezent për mu këshillu me të, por me morë mendimin e tyre se çysh me kriju tokën dhe qiellin, as nuk më kanë ndihmu për me kriju tokën dhe qiellin, dhe as nuk kanë morë mendim prej tyre. Do thënë nga se nuk kanë qenë fare prezent. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Pra Allah i ka kriju sipas dëshirës dhe vullnetit të tij. Pastaj po thot, dhe unë kur nuk marr për ndihmëtar ato të cilët i devijojnë të tjerët. Pra këtu po na jep Allahu i madhreshëm një rregull jetësor. Në qoftë se Allahu në Kur'an ka thënë se nuk e don filanin për shkak kësaj cilësie që e ka, atëherë edhe ne që e pasojmë, Allahu nuk ban me dash atë njerëz dhe me pasu. E në qoftë se Allahu thot unë e du filanin për shkak cilësisë që e ka, edhe ne duhet me dash atë njerëz nga se e don Allahu. Prandaj këtu po na jep një rregull të madh Allahu, një njeri që i devijon të tjerë, i hub të tjerë nga rruga e vërtetë, kush do qoftë ai, atë njerëz nuk meriton me morë për mik, nuk meritojnë me morë me bashkëpunu me ta edhe me dash nga se këtë njeri nuk e dën Allahu. Pastaj Allahu po thot në ajetin tjetër, në ajetin e 52, wa yawma yaqulu nadu shuraka'i alladhina za'amtum. Për kujtën e ditën e gjykimit, kur do t'ju thuhet juve, do t'ju thuhet atyre të cilët e kanë adhuruar dikën tjetër pos Allahut. Çfarë do t'ju thuhet?
nadu shurakai alladhina zamtum, thirrni ato të cilët i keni bërë rivali me mua në këtë botë. Në qoftë se e ke besu njeri, melek, pejgamber, guri, dru, kushdo qoftë ai që e ke bën të barabartë me Allahun, Allahu do thotë thirrë tash le t'ju ndihmoj. Pra ne, për mi kuptu këta ajete, du të me paramendu gjendjen tone në ditën e gjykimit, ku do të kesh nevojë më shumë ti për dikan që ta nxjerr dorën. E Allahu po të thotë, atë që e ke adhuruar këtë botë dhe e ke bën rival me mua në adhurim, atëherë thërë ta shikojmë se apo mundet më të ndihmu. Për ne ti tan jetën e ke sakrifiku për ta në këtë botë, je fliu për ta, e ke lut, e ke ndëgju, e ke respektu më shumë se sa Zotin, para më tash ditën e gjykimit kur ta shohësh xhenemin, kur ti shohësh pamje trishtuese dhe të merruese të asaj dite, Allahu thot thërri ata edhe ta shohim se apo mundën më të ndihmu. Çka bën këta? Fada'uhum. I thirrin. Pra më i thirrin ato që i kanë besu, kushdo qofshin ata, që ndihmona, kemi nevojë për ndihmën tuaj. Falam yastajibu lahum. Mirë pa Allah thot, nuk kanë mundësi më u përgjigj ata. Çfarë shkon këtë botë? Këto njerëz shpesh i lutën krijesave, i lutën të vdekurit, i lutën skulpturës. Para më i lutën skulpturës. A ka mundësi më u përgjigj? Pa çashtu sikurse në këtë botë që nuk ka pas mundësi më të përgjigj, e ti e mashtru nga pretendimi se ata kanë mundësi më të ndihmu e më ta largu vështirësinë që ndodhesh, tash Allahu po thot, kimi thirr ditën e gjykimit, kemi thënë thërre, po ke kërkesë nga Allahu nuk është për mi plotsu dëshirën, për mi dhënë emet, mirë po është për mi nënvlerësu, për mi nënçmu, për mi dëshpëruar edhe më shumë. Kur i thrasin dhe ata si përgjigjen fare. Pra e shohim para syve atë që e kanë adhuru, mirë pa ai nuk ka mundësi as mi u përgjigj, e lëre më për mi ndihmu diçka. Wa ja'alna bainahum mawbiqa. Allah thot, kemi vendos një barrierë në mes tyre. Kemi vendos armiqësi, dëshpërim, dënim, pra Allah do t'i dënoj të gjithë së bashku. Allah ka thënë dërun vllazën, wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Në surën Ahqaf ajeti 6. Kur do të rinë gjallë me thot Allahu dhe do t'i të bojmë ata të cilët e kanë adhuru dikan tjetër pos Allahut, po bashkë me ata që i kanë adhuru, kemi mi bëve më një vend. Çka kanë me bëta? Kanë me mohu adhurimin që ja kanë bën. Pse më ke adhuru? Pse më ke besu? Pra kanë mu bën armiq të njëri tjetrit duke akuzuar njëri tjetrin. Çish ka thënë Allah në surën Maryam, kella sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alehim didda. Je që kanë me mohu, pse më ke besu? Kanë me mohu adhurimin që ja kanë bën atyre. Mirë, po kanë me qenë edhe kundërshtar të tyre. Pra më ti e ke fliju jetën për ta, ai do të bëhet i kundërshtarit më i madh në botën tjetër, qoftë ai shejtan, qoftë njeri, qoftë pot, qoftë guri, kushdo qoftë ai që i ke dhënë përparësi më shumë se sa Zotit, ai do të bëhet kundërshtarit më i madh në botën tjetër, Allahu na ruaj. Këtu ndër vllazën i kemi dy pika që ja vlen me se. Botën tjetër taqatta'at bihimul asbab. Botën tjetër çdo lloj lidhje do të shkëputet. Pra ti ke qenë shumë i lidhur me dikan tjetër pos Allahut këtë botë që e ke besu, e ke respektu, e ke dash më shumë sa Zotin. Po në botën tjetër Allah thot taqatta'at bihimul asbab. Këto lloj lidhje do të shkëputen. Këto lloj lidhje do të shkëputen. Prandaj ndërun vllazën këtë botë, njeriu do të mu lidh me Allahun. Dhe me njerëzit lidhet pikërisht me ato që e forcojnë lidhjen me Allahun, dhe jo me dikan tjetër. Ço do të thotë? Do të mu lidh me njerëzit për hir të Allahut, nga se çike lloj lidhje të bën dobi. Mirë, po nëse lidhja jote me të tjerët është për shkak të dunjas, kjo lloj lidhje nuk ka më të bën asnjë dobi në botën tjetër, përkundrazi do të bën dëm. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wasalam ndaj disa sahabëve, ndaj disa shokëve të tij, kishte kërku një besatim të veçantë. Jo me krejt sa, por me disa shokë të tij. Prej tyre ishte Xherir ibn Abdullah al-Bajali. Kishte kërku që sa do që të kenë nevojë në këtë botë, për nevojën e njerëzve, mos me kërku kur prej tyre, por veç prej Zotit. E thuat prej këtyre që ka marrë besën që mos me kërku asgjë prej të tjerëve, ndoshta ka qenë ndonjëri duke udhëtu me deve bashkë me shok, në qoftë se i ka rrosh shkopi prej devës në tokë, edhe pse ka pas njerëz që kanë ecë, nuk i ka thonë nga të ma shkopin. Do thotë, jo me kërku diçka prej tyre, që me ja kryej nevojë. Mirë po shkopin e tij vetëm me ngat nuk kanë pranu, mirë po kanë zhdryp, e kanë marrë shkopin dhe kanë hyrë prapë në deve.
Pra edhe pse nevoja ka qenë aq minimale e vogël, prap janë mjaftu vetëm prej Zotit me kërku dhe kur nuk kanë kërku asgjë më prej të tjerëve, nga se ja kanë dhënë besatimin pejgamberit alayhis salatu wasalam se sado që të kemi nevojë, qoftë e madhe apo e vogël, nuk do ta kërkojmë atë prej të tjerëve. Nga se është një rregull nderuar vëllezër, sado që aq më e madhe që është lidhja, nevoja jote ndaj njerëzve, lidhja me Zotin bëhet më e zbeht. Do thotë, aq më shumë që i kërkon njerëzve, aq më shumë që shtohet nevoja jote për të tjerët, për njerëzit, zbehet lidhja dhe nevoja jote me Zotin. Por aq më e madhe që është lidhja jote me Zotin, zbehet lidhja jote me njerëzit. Prandaj na duhet të lidh me Allahun dhe jo me njerëzit. E dyta, rregulli i dytë apo pika e dytë që duam të përmend këtu, Allahu po thotë na du shurakai. Do t'i thuhet në botën tjetër, thirrni ato të cilët i keni bën rival me mua. Shirk. Tërun lazën shpesh herë ne që jemi të udhëzuar, që falmi namaz. Kur të përmendet tema e shirkut, e konsiderojmë këtë temë të panevojshme. Pse hoxha po fol për shirkun kur ne jemi namaz fals? Rreziku i humbjes së besimit është evident deri në vllazën. Momentin kur njeriu ndihet i sigurt për udhëzimin e tij, pritet humbjen prej tij. Pritet devimin. Asnjëherë njeriu nuk është i sigurt deri në momentet e vdekjes. Sufjan e Thauri nderuar vllazën, në momentet e vdekjes ka filluar me çajt. Para më kush ka qenë Sufjan e Thauri, që ku të përmendet ai na shkon mendja te adhuruesi më i madh që e njohim. Ky në momentet e vdekjes po çon. E pyetëm pse po çon? Tha po kam frikë se edhe në çdo momente po më hub udhëzimi. Po mirët udhëzimi prej zemrës time ku kam e shku në botën tjetër. Pra më ai tani jetën e ka adhuru Zotin, prapse në momentet e vdekjes ka qenë duke u friksu prej shirkut. Ndërsa ne fatkeqësisht me mendje që i falim 5 namazet ditore, gjysën në shtëpi, gjysën në xhami, edhe jemi të sigurt se kemi me vdek në shahadet e kështu, e kjo është fatkeqësi. Kjo është fatkeqësi. Prandaj Hudhaifa ibn al-Yaman thonte كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Thot Hudhaifa ibn al-Yaman, sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e pyetnin pejgamberit alaihi salatu wasallam për punët e mira, ndërsa on e pyetja për punët e këqija nga frika se mos po binte. Prandaj aq sa duhet jetë interesimi jon për punët e mira, do të më kanë interesimi jon edhe me pyet për punët e këqija, nga se ky shahadet, ky iman, ky besim, ashtu çysh ndërtohet, ashtu edhe prishet. Prandaj për mos më na u prish, do të minet gati me hulumtu dhe me shiku se cilat gjona e rrezikojnë këta në mënyrë që me na zon vdekja me shahadet. Prandaj shirku është prej gjonave që e shkatron këtë iman dhe pastaj sado që të ke bën punë të mira, prapë të nuk bëjnë dobi në botën tjetër. Mane men këtë rregull. Njeriu sado që të ketë bën punë të mira, pavarësisht sa janë ato të mëdha dhe të vogla, në qoftë se ka bën shirk, qoftë në fund jetës së tij, asnjë vepër e mirë nuk i pranohet dhe kur shpresohet me dalë prej zjarrit të xhenemit dhe me hyrje në xhenet. Po sado që nga ana tjetër, sado që njeriu të ketë bën punë të këqija dhe të ketë pat mangësi në punët e mira, në qoftë se nuk i ka bën shirk Allahut, është rujt prej shirkut, edhe pse ndoshta do të hyjë në xhenem, mirë për prej tij shpresohet që një ditë do del prej xhenemit dhe do të hyjë në xhenet. Nga se imani është shpresë në botën tjetër. Shirku është humbja e shpresës totale. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Vërtet Allahu kur nuk e fal shirkun. Krejt mëkatet i fal nëse njeriu në vdes duke i bërë ato, ka vdek dhe nuk është penduar nga këto gjunahe, mirë po nëse vdes duke mos u penduar prej shirkut, Allahu këtë gjuna nuk e fal dhe personi që ka bërë shirk do të jetë përgjithmonë në zjarrin e xhenemit. Pse po e përmendim këta pikërisht po e përmendim duke u bazuar në disa ngjarje, por këtë do ta përmendi vetëm një ngjarje të cilën e përmend Ibn Kathiri kur tregon në librin e tij Al-Bidaya wa Nihaya, i cili është libër voluminoz prej librave më të mirë që ngjarjet i ka të radhitra në bazë vite. Për shembull, çka ka ndodhur në vitin 100 Hijri sipas Hijrietit, në vitin 200, 300 e kështu me radhë. Në vitin 278 Ibn Kathiri e përmend një ngjarje të një muslimani, të një njeriu që e quhen kana mujahidan fi sabilillah wa kana hafidhan li kitabillah, kana qawaman sawama. Një njeri që ishte musliman i mirë i devotshëm,
Mirë për kur ta përmend aty në fillim që në këtë vetë ka vdek ky person, e mallkon. Por e mallkon, pastaj fillon m'ia përmend cilësitë e mira. Do të thonë ka qenë njeri që e ka ditë Kur'anin përmendsh. Ka qenë njeri që është fal, ka agjëru. Ka qenë njeri i cili është njoft me luftën që ka bërë për hatër të Allahut. Po pse e mallkoi? Pastaj pasi që po ja përmend cilësitë e mira po tregon. Kur kanë shku në kohën e kaluar, domethënë në shekullin e 3 i bie, sipas Hijretit, kur kanë shku me çliru vende muslimanët në luftë, ky person, për çet personin që flet Ibn Kathiri, e ka pa një vajzë të bukur që ja ka rëmbi zemrën. Mirë po e vajza nuk ka qenë besimtare muslimane, po ka qenë fes tjetër. Ky person aq shumë që është lidh me atë vajzën, saqë më nuk i ka interesu asgjë tjetër posa që mu kon me ta. Pra më një shikim, vetëm se e ka pa. Vetëm se e ka pa. Dhe bëhet se be pikërisht kjo vajzë që kemë ndru fenë. Pra më ka ditë Kur'anin përmendsh. Ka qenë luftëtar në rrugën e Allahut. Ka agjëru nafile shumë, ka fal namaz natë shumë. Mirë po bëhet sebeb një shikim që ky me hub udhëzimin. Pra më çka po do më thonë? Po do më thonë që rreziku për me rënë shirk është evident për sa jemi gjallë këtë botë dhe frymojmë. Pastaj Ibn Kathiri thot Allahu e mallkoft dhe e mallkon këtë person i cili ka qenë hafiz i Kuranit, ka qenë luftëtar në rrugën e Allahut, mirë po ka qenë i devijum, ka deviju, shkak i një shikimi. Pastaj shokët pas një kohë vesin këtë personin dhe thonë çka ka bë Kurani, a ke majt mend diçka prej Kuranit, e ke ditë Kuranin përmendsh? Çysh më ran këtë drejtë? Thot nuk maj mend asgjë prej Kuranit. Krejt e kam harru përveç 2 ajeteve kuranore të surës Al-Hijr, ajetin 2 edhe 3. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimun. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amalu fa sawfa ya'lamun. Lani, çka thon? Do të vjen një ditë kur ata të cilët kanë mohu do të thonë sikur të kishte qenë musliman. Mirë po thot Allah, le të shijojnë mirësitë e kësaj bote. Le të kënaqet, le të hajnë dhe le të pinë. Mirë po kanë me morë vesh se çka ka me gjetë ata. Pra më Allah kit Kur'anin ja ka bëu që me harru, shkak i shirkut, ja ka lënë vetëm këto 2 ajete që më shërby si ndëshkim për ta dhe dëshpërim këtë botë, edhe pse është duke frymum këtë botë dhe nuk i ka shiu dënimin që do ta shojë në botën tjetër. Andaj ndërum vllazën, rrezikun për me rënë shirk është evident për sa jemi gjallë në këtë botë, prandaj duhet të murojt që mos më ran këtë gjunat madh për cilën do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Kush vdes duke i bë Allahut shirk, sa do i vogël që të jetë ai. Nuk ka shirk të madh, sa do i vogël që të jetë ai shirk që është prej shirkut që nxjerr nga feja, atëherë ky njeri do të hyjë në zjarr të xhenemit. Mirë për nga ana tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të cilën e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Dharr, thot ja'ani Jibril faqal. Ma erdhi Jibril dhe më tha: "Men mata min ummatik la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna." Qultu wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq. Erdhi Jibril dhe më tha: "Kush do të vdes nga ummeti yt, që si ka bë Allahu shirk, do të hyjë në xhenet. Do të hyjë në xhenet. Kush do të vdes nga ummeti yt, duke mos i bërë Allahut shirk, do të hyjë në xhenet." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e pyet Xhibrilin, po edhe në qoftë se ka vjedh ose ka bërë zina, tha edhe në qoftë se ka vjedh dhe ka bërë zina. Çu thash të rregullin e mëhershëm, thash që kushdo që ka bën punë të mira, sa do të mëdha që të qofshin ato, në qoftë se bën shirk, nuk i pranohet asnjë punë e mirë. Mirë, po në qoftë se është ruajtur nga shirku, edhe pse ka pas lëshime, edhe pse ka pas mangësi në punë të mira, edhe pse ka bërë gjëra të mëdha, me lejen e Allahut shpresuohet që një ditë do të hyjë në xhenet ky person. Allahu i Madhreshëm po thot në ajetin e 53, "Wara al-mujrimuna an-nar." Kanë me pa kriminalet, njerëzit e këqij pa besimtarët zjarmin e xhenemit me sytë e tyre. Fadhannu annahum waqi'uha. Dhe tash i bëhet e qartë dhe janë të bindur se do të jenë pjesë e këtij zjarmi gjigant, të tmerrshëm. Vetëm shikimi i xhenemit po të ishte si dënim për ata që kanë bërë keq këtë botë, do të mjaftonte e lëre më me hyn tan. Por ne jemi duke fol për krijesë të tmerrshme. Di pejgamberi alayhis salam ka thënë në ditën e gjykimit, xhenemi do të sillet para njerëzve, duke u tërhequr nga melek gjigant, nga 70.000 zinxhir. Në secilin zinxhir janë duke tërhequr 70.000 melek, pra miliona melek. Kur themi melek,
mos na shkoj menja për melek krijesa të vogla, melek gjigant. Ka prej melekëve ndërmbullazën që pejgamberi alayhis salam na ka treguar për madhështinë e tyre. Ka thonë vetëm prej pulpit të veshit dhe supeve të krave i kanë 500 vite largësi distancë. Para më tash. Pa kemi duke fol për melek gjigant. E tash para më se për çfarë zjarmi jemi duke fol, për çfarë xhehenemi. E këta kur ta shohin pa besimtarë, njerëzit e ligë do të merrohen dhe do t'ju bëhet e bindur se janë pjesë e tij. Walam yajidu anha masrifa. Dhe pastaj nuk kanë kam ja marr, nuk kanë kam ik, nuk kanë ku më mshef. Dhe ndërun vllazën, kjo pamje vetëm kur ta meditojmë, këtë pamje të merruese na mjafton që mu pendon këtë botë. Na mjafton që mu kon falënderues ndaj Zotit. Na mjafton që kjo pamje, vetëm ky ajet, shikimi i zjarmit të xhenemit, dhe të bëhet e qartë se je pjesë e qitina dhe nuk i kam jamajt është e mjaftueshme që me shërby për neve si pendes që mu pendu nga çdo punë e ligë që e kemi bën këtë botë dhe me shërby si motivim por me bën punë të mira, nga se çdo lloj sprove e kësaj bote në qoftë se krahasohet vetëm me shikimin e xhenemit nuk është asgjë. Është e lehtë e sprov. Çdo lloj sprove. Por nga ana tjetër, çdo lloj mirësie, begatie, lumturie, kënaqësie, qetësi që është pjesë e kësaj bote, vetëm me shikimin e xhenetit nuk krahasohet. Prandaj nderuam vllazën, sa jemi në këtë botë të pendohemi, t'i kthehemi Allahut të Madhreshëm, të mundohemi të bëjmë punë të mira atë sa kemi mundësi, dhe të largohemi prej punëve të këqija atë sa mundemi dhe kemi mundësi, e në qoftë se bim në punë e këqija, e që është e pashmangshme më lut prej tyre, atëherë të pendohemi dhe mos ta avonojmë pendimin, nga se vdekja vjen pa prit, e ndoshta bëhesh pjesë e këtij ajeti kuranor që do ta shohësh zjarrin e xhenemit, e do ta shohësh se kimë kon pjesë e tij, do të bindesh se kimë kon pjesë e tij, edhe nuk i kam jamajt përveç se tek zjarri i xhenemit Allahu na rujt. Elusmi Allahun e Madhreshëm të na falë, na mëshiroj. Elusmi Allahun e Madhreshëm që të sëmurit tonë Allahu të shëroj, të vdekurit tonë Allahu të mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.